Çmimet e apartamenteve vazhdojnë të rriten pavarësisht numrit të lartë të lejeve të ndërtimit. Banka e Shqipërisë raporton se në vitin e shkuar, bankat dhanë më shumë kredi për blerjen e pasurive të paluajtshme, duke mbuluar 50% të totalit, por po ashtu dhe normat e interesit pësuan rënje. Megjithatë, në dokumentin vjetor të Institucionit Qendror Financiar, thuhet se blerjet e banesave kanë qenë kryesisht nga vendasit dhe u regjistrua një rënje e lehtë nga jo rezidentët. Rreth 18% e banesave janë raportuar të blera nga shtetas jo rezident. Nga këta rreth 77% rezultojnë shtetas të vendeve të Bashkimit Evropian. Vrojtimi tregon se indeksi i çmimit të banesave në rang vendi u rrit me 23.6% në termat 6 mujor dhe me 44.5% ndaj një viti më parë. Rritja e vlerës së indeksit për Tiranën ishte gjithashtu e fortë, thuhet në raport. Trendi parashikohet të jetë i njëjtë edhe për sa i përket vitit 2025. Banka e Shqipërisë saktëson se ka vazhduar të bjerë numri i pronave të pashitura. Madje koha e shitjes nga momenti i daljes së pasurisë në treg vijon të bjerë duke shkuar në mesatare 9 muaj nga 10 që ka qenë më parë, ndërsa në Tiranë në 7.1 nga 9.7 që ishte në studimin e mëparshëm. Po ashtu edhe çmimet e qeras janë rritur. Agjentët shtojnë se situata do të vijojë e tillë në një periudhë afat gjatë.